3 vite pas inaugurimit me ceremoni nga kryeministri Edi Rama dhe ish ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, tuneli i Skërficës, që ka kushtuar 21 milion euro, pjesë e aksit Kardhiq Delvin, ka pësuar dëmtime, ku në brendësi të saj janë konstatuar rrjedhje të vazhdueshme uji, të cilat jo vetëm vështirësojnë qarkullimin, por rrezikojnë jetën e kalimtarëve dhe ngrin pikpyetje mbi standardet e ndërtimit. Tuneli Skërficës, pjesë e rrugës Kardhiq Delvin, po kthehet në një tjetër shembull problematikash në investimet publike, pasi uji ka depërtuar në brendësi të tij vetëm pak kohë pas përfundimit, duke rrezikuar kështu jetën e kalimtarëve. Në disa segmente të tunelit vren rrjedhje të vazhdueshme uji, që jo vetëm vështirësojnë qarkullimin, por ngren dyshime serioze mbi standardet e ndërtimit, e ndërsa autoritetet mbeten përgjegjëse për monitorimin dhe mirëmbajtjen e veprave të tilla infrastrukturore. Ky tunel është një nga lotet më të kushtueshme të aksit Kardhiq Delvin, i cili në total ka arritur një faturë prej 140 milion euro, shumë më e lartë se vlerësimi fillestar prej 50-60 milion euro. Problemet nuk kanë munguar edhe në pjesë të tjera të rrugës, ku gjatë rreshjeve janë shënuar rrëshqitje dheu, ndërsa mungesa e një grup emergjence pranë tunelit shton rreziku në rast të aksidentesh. Supervizimi i punimeve është kryer nga kompania AE Energy e Entela Tanos, e cila aktualisht është në hetim nga SPAK për aferat me kryebashkiakun e Kolonjës Erioni Saj. Për këtë supervizim janë paguar 150.000 euro. Tuneli i Skërficës, i prezantuar si investim strategjik për lidhjen e zonave të brendshme me Bregdetin e Jugut, sot është kthyer në aks problematik për sigurinë e qytetarëve dhe ngre dyshime për abuzime me fondet.